Emiratet kanë 2 baza ushtarake në Sudan, një në Njala, në Darfurin Jugor, dhe një tjetër në Al-Malha, rreth 200 km nga Al-Fasheri, që përdoren për furnizime dhe inteligjencë. Përveç tyre, ata përdorin edhe bazën e Bosassos në Somali për transport mercenarësh kolumbian dhe ngarkesa ushtarake. Emiratet investuan shumë në Sudan në fund sundimit 30 veçar të Bashirit, që nga viti 2015 dhjetra mijëra sudanez luftuan për koalicionin Arabia Saudite Emiratet e Bashkuara Arabe në Yemen. Por kur Bashiri u përball me krizë të brendshme, Emiratet ndërpren ndihmën dhe furnizimet e tyre, të irrituara nga qëndrimi i tij ndaj bllokadës së Katarit dhe lidhjet me të ashtu quajturin islamin politik. Sot, Sudani i ofron Emirateve një arenë për të projektuar fuqinë e tyre në përdetin e Kuq dhe Afrikën Lindore. Emiratet kanë interesa të mëdha bujqësore dhe minerare në Sudan, përfshirë ari, një burim që ende nuk është shfryzuar plotësisht. Emiratet janë bërë qendra botërore tregtisë së arit, në përpjekje për të diversifikuar ekonominë e tyre nga varësia nga nafta. Rrjetet e RSF-s ndihmojnë në sigurimin dhe eksportimin e këtyre burimeve. Hemeti dhe familja e tij zotërojnë një kompani ari që operon në tokat e zaptuara nga RSF-ja në Darfur në vitin 2017.